محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Vëllezër të nderuar musliman, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur dhe më të pastër islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ju. Vëllezër të nderuar, në këtë ligjërat të kësaj dite xumë, vëllezër, kam përzgjedhur një temë e cila titullohet hipokrizia. Nifaku, dyfytyrësia, dhe Allahu na ruaj prej kësaj cilësie shumë të keqe dhe të poshtër o vëllezër. Sepse me të vërtetë hipokritët janë njerëzit, janë krijesat më të keqia në tokë. Ashtu sikurse i ka cilësuar vetë Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar kur thotë innal munafiqina fi darkil asfal min an-nar. Thotë me të vërtetë ata dyfytyrshat, hipokritët, janë në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruaj. Vëllezër të dashur, do të flasim për hipokritët sot, sepse Allahu na ruaj të vëllezër, me të vërtetë ata janë krijesa të këqija dhe këta në pamje të parë shfaqen sikur janë besimtarë. Ata e pranojnë Islamin, por e pranojnë Islamin në faqësinë e parë, shtiren sikur ata janë muslimanë, besojnë Allahun, shtiren sikur e besojnë Allahun, por në realitet o vëllezër, ata fshehin mosbesimin në zemrat e tyre. Dhe Allahu xhelle xhelalu thot prap rreth çështjes të zemrave të tyre, kur thot ata mundohen që të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por ata në të vërtetë nuk bëjnë gjë tjetër, vetëse mashtrojnë në vetet e tyre. Por ata s'mund ta kuptojnë se zemrat e tyre janë të sëmura. Ndaj dhe Allahu ju ashton më tepër këtë sëmundje, e për ta do të ketë dënim të dhimbshëm për shkak të gënjeshtrave të tyre. Pra vëllezër të nderuar, ata mundohen sikur
mashtrojnë Allahun dhe besimtarët duke u hequr sikur ata janë muslimanë. Por në realitet thotë Allahu subhanahu wa taala, ata nuk mund ta mashtrojnë Allahun subhanahu wa taala. Ndoshta njerëzit i mashtrojnë duket sikur një hipokrit është besimtar i madh. Duket sikur ai shfaqet si besimtar i mirë. Mirë, po në realitet Allahu na ruaj, ai e fsheh mosbesimin e tij në zemrat e tij. Ai urren besimtarët, e urren Allahun, e urren fenë Allahut, e urren profetin dhe atë çka ka thënë profeti, sunetin dhe Kur'anin. Hipokritët o vëllezër gëzohen kur pësojnë në humbje muslimanët dhe i dërohen. Allahu na ruaj prej tyre kur muslimanët korrin fitore dhe suksesa. Ata kur nuk duan që muslimanët të ecin përpara, të organizojnë gjëra në fenë e tyre. Ata mundohen kur dojen të minosin organizimet. Allahu na ruaj subhanallahu. Gjë për të cilën o vëllezër edhe neve sot trembemi në të kohë ku jemi. Sepse kur trembeshin sahabët e profetit alayhi salatu wassalam o vëllezër, vallahi betojnë tek Allahu. Allahu i lartësuar ja ka treguar profetit Muhamedit alayhi salatu wassalam se kush ishin munafikët, hipokritët në rreshtat e tyre. Dhe profeti i dinte ata, por nuk i shfaqe o vëllezër, me qëllim që të mos futeshe fitne. Të sprovoheshin besimtarët në mes njëri tjetrit, subhanallah. Dhe ishin fillimet e fesë o vëllezër. Ishin fillimet kur besimtarët filluan që ta praktikonin fenë e tyre dhe ta përhapnin Islamin. Dhe nuk duheshe kjo gjendje që të shfaqeshin hipokritët në shesh. Dhe profeti alayhi salatu wassalam ja tregovi hipokritët se kush ishin vetëm njëri prej sahabëve. Dhe ky person ka qenë e Buxherat. Allahu i mëshiroj. Dhe ky person nuk ja u ka treguar subhanallah askujt prej njerëzve të tjerë se kush ishin munafikët. Sepse i kishte dhënë profetit alayhi salatu wassalam vezën që nuk do t'ja u tregonte. Dhe çfarë ndodh vëllezër? I vjen Umeri radiallahu anhu. Dhe nga frika që kishte, kush frikësoheshe subhanallah? Frikësoheshe Umeri, ai për të cilën kur mirte një rrugë, shejtani ndronte rrugën. Ndërsa Umeri frikësoheshe se ndoshta mos ishte hipokrit subhanallah. Dhe një ditë prej ditësh e takon bazvdekjes të profetit alayhi salatu wassalam dhe i thotë, do të pyes për diçka, unë e di që ti nuk më tregon, por vetëm më thuaj me po ose jo. A janë nga ata emra që ka përmendur profeti alayhi salatu wassalam prej munafikëve? Dhe sahabi i nderuar i thotë, nuk je ti prej atyre. Ti nuk je prej tyre subhanallah. Kaq mjaftovi për Umerin dhe i thotë, vallahi nuk do të pyes më. Edhe sahabiu i nderuar i përgjigjet, edhe unë betohem tek Allahu se nuk kam për t'i kthyer përgjigje me askujt prej atyre që do të më pyesin për çështjen e munafikëve. Vëllezër të dashur, profeti Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith të bukur subhanallah, i cili vërteton binçën veprat se çfarë janë veprat e munafikëve. I ka përmbledhur këndshëm kur thotë, nëse gjenden katër cilësi tek një person, atëherë ai është hipokrit i vërtet. Por nëse gjendet njëra prej tyre, atëherë ai gjendet një prej cilësive të hipokritëve, derisa të heqë dorën nga këto cilësi subhanallah. Dhe ka përmendur profeti alayhi salatu wassalam, kur flet gënjen. E para, kur flet hipokriti, ai gënjen subhanallah. Kur i premtohet, kur i besohet diçka amanet, ai nuk e mban amanetin. Kur premton diçka, e thyen premtimin, pra nuk e mban premtimin që jep. Dhe e katërta, kur bie në konflikt me dikën, ai e tepëron, bën zullum. Është
është i padrejtë në konflikt. Kërkon kur dojë ta tepërojë. Këto janë 4 cilësi që ka përmendur profeti Muhamedi alayhi salatu wasalam rreth çështjes së hipokritëve. Dhe Allah na ruaj të vëllezër. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam nëse gjendet njëra prej këtyre cilësive ose 2 në zemrën e dikujt dhe në vesin e tij, ai nuk do të thotë se është bërë hipokrit, por po ushtron veprat e hipokritit. Duhet të pendohet tek Allahu sa më shpejt, t'i lejë këto vepra, ta lejë gënjeshtrën, sepse gënjeshtra nuk është prej Islamit të vëllezër. Saqë profeti alayhi salatu wasalam ka thënë një hadith të bukur sallallahu alaihi wasallam, kur do t'i ndërtoj një shtëpi në anë të xhenetit, atij personi i cili e lën gënjeshtrën, qoftë edhe me shaka. Pra shikoj, gënjeshtra kur nuk është prej besimit. Bile kur e kam pyetur profetin alayhi salatu wasalam, o i dërguari i Allahut, a lejohet që muslimani të jetë frikacak? Dhe profeti ka thënë po lejohet, sepse ndoshta friksohet robi, ndoshta prej varfërisë, ndoshta prej frikave të ndryshme. Gjë e cila ndodh. I ka thënë, a mundet që muslimani të jetë koprac? Pra profeti alayhi salatu wasalam i ka thënë mundet. Dhe kur është pyetur a mundet që muslimani të jetë gënjeshtar, atëherë profeti alayhi salatu wasalam është përgjigjur në asnjë mënyrë. Nuk lejohet që muslimani të gënjejë. Gënjeshtra është vepër e shejtanit. Gënjeshtra është cilësi e munafikëve. Prandaj subhanallahu, nëse robi ndonjëherë gënjen, ndoshta dhe pa dashje ose dhe me shaka, duhet të kërkoj falje tek Allahu i mësuar, sepse po ushtron një mjet të shejtanit dhe të hipokrizisë. Vëllezër të nderuar, hipokrizia, dyfytyrësia ndahet në 2 lloje. Në hipokrizi të madhe dhe hipokrizia e madhe e nxjerr njeriu prej Islamit. Dhe hipokrizia e madhe do të thotë hipokrizia në besim, që njeriu shfaqet sikur është besimtar në pamje të parë, vjen falet ndoshta me njerëzit, ai tregohet ndoshta i zjarrt dhe i flaktë në gjëra të cilat nuk u kanë shumë rëndësi, mirë po në zemrat e tyre shfaqen armiqësi ndaj muslimanëve, ndaj profetit, ndaj sunetit të profetit, ndaj festë islame, ndaj festë Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj. Dhe ky person, nëse vdes në këtë lloj gjendje, ai do të jetë në shkallën më të ulët të zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj subhanallahu. Vëllezër të dashur, këta persona janë përgjithmonë në shtresën e fundit të zjarrit. Allahu xhelle xhelalu i ka cilësuar këta njerëz me cilësitë më të këqija, siç janë mosbesimi, të tallurit me Islamin dhe ndjekësit e tij, animi i plotë nga ana e armiqve të Islamit dhe ndihma e tyre në dëm të muslimanëve dhe të tjerë. Këta njerëz i gjejmë në çdo kohë, por më tepër i ndeshin këta njerëz kur muslimanët janë të fuqishëm. Andaj ata nuk mund ta shfaqen armiqsinë e tyre hapur. Ata ju nësa përsye paqen në Islam vetëm e vetëm për përfitime materiale ose për interesat të tyre shumë të ulta. Allahu na ruaj. Ndërsa vëllezër, aq të rrezikshëm janë saqë Allahu subhanahu wa taala në suratul Bekare, në fillimin e suratul Bekare, po ta hapësh rreth 4 ajete, 5 ajete në fillim, Allahu ka përmendur cilësitë e besimtarit. Në 2 ajete Allahu subhanahu wa taala na flet neve na përmend rreth atyre qafirëve pa besimtarëve. Ndërsa rreth 14 ajete Allahu subhanahu wa taala flet plot për cilësitë dhe veprat e këqija të hipokritëve. Aq të këqij janë hipokritët të vëllezër subhanallahu. E dyta, hipokrizia në vepra ose hipokrizia e vogël, e cila nuk e nxjerr njeriu prej Islamit, por nëse ato shtohen, njeriu del prej Islamit subhanallahu. Dhe kush janë ato vepra që profeti alayhi salatu wasalam i ka përmendur shumë bukur të 4 kushtet bazë, kur
premtimi dhe kur bie në konflikt, ai e tepron, bën padrejtësi. Por ka dhe vepra të tjera o vëllezër që i mbatin munafikët në vetveten e tyre. I shfaqin ato urrejnë muslimanët, subhanallah. Fillojnë të fusin fitnë ndër njëri tjetrin, sepse pikërisht shejtani atë dëshiron prej tyre. Ose si mund të thuash, janë veprat e shejtanit të erdhur në tokë. Dhe ata bëjnë shumë punën e shejtanit. Dhe ndoshta më të keqe se të shejtanit, sepse o vëllezër na tregon Allahu subhanahu wa taala rreth çështjes së shejtanit, kur ai shejtani i thot njeriu të moho ose bëj një vepër të keqe, dhe ai mohon dhe shejtani thot unë largohem prej teje, sepse kam frikë Allahun Zotin e botrave. Shejtani e ka frikë o vëllezër Allahun xhelalu, ndërsa hipokritët dhe pabesimtarët janë njerëzit më të keqij, të cilët bëjnë vepra saqë dhe shejtanit i vjen dot, i vjen vështirë nga veprat e tyre. Vëllezër të nderuar, personi që bën këto vepra nuk del prej Islamit sikur se tham, hipokrizinë e vogël, por nëse ato zmadhohen ose shtohen, atëherë ai bëhet hipokrit i pastër. Ibn Abi Mejdi thot, kam takuar më të se 30 vjet prej shokëve të profetit alayhi salatu wasalam, që të gjithë ata kishin frikë se mos ishin hipokrit. Allahu ja ka treguar emrat e hipokritëve profetit Muhamedit alayhi salatu wasalam, sikur se e tham dhe në fillim o vëllezër, me qëllim që profeti t'i dinte, por nuk i ka bërë përzë, dhe ja ka treguar vetëm Ebu Ubejde ibn Xherrah. Allahu e mëshiroft subhanallahu. Dhe Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Islam, ka thënë rreth çështjes së hipokritëve, dietarët nuk janë të një mendimi lidhur me pranimin e pendimit të tyre në dukje nga njerëzit. Pasi mendimi i tyre është diçka që s'mund të dihet me siguri, sepse ata gjithmonë e shfaqin veten si ndjekës të Islamit, por në realitet ata nuk ju sjellin besë. Pra, ka një mendim që nëse hipokritët kërkojnë të pendohen tek muslimanët, tek kipari muslimanëve, ai nuk mund t'ja pranojë dot pendimin e tyre, se nuk e di me të vërtetë ky po pendohet apo prap o bën atë llojin e tyre sikur sa ata e bëjnë. Ndërsa tek Allahu i Madhërisëm është kërkimi i të gjithë njerëzve o vëllezër, sepse Allahu e di më së miri se çfarë fshehin njerëzit në zemrat e tyre. Ndërsa njeriu neve nuk shikojmë dot në zemrat e njëri tjetrit. Ne shohim në veprat dhe prandaj njeriu në bazë të veprave të tij jep atë gjykimin e tij. Elusim Allahu subhanahu wa taala vëllezër të na ruaj nga kjo vepër e ulët e keqe dhe elusim Allahu të na çojë besimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O vëllezër të nderuar, mbasi që e falenderojmë Allahu subhanahu wa taala, Zotin e botrave, ashtu sikur se i takon madhështisë së tij, çojmë salavat mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij, edhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O vëllezër të nderuar, nga gjërat më madhështore, më të këndshme që ka lënë Allahu subhanahu wa taala në këtë dynja është pendimi. Çfarë është pendimi o vëllezër? Kur besimtari bën një gjuna dhe ose njeriu në përgjithësi dhe i kërkon Allahut falje, pendohet për atë gjuna. Allahu është i mëshirshëm o vëllezër subhanallahu. Është mëshirues i madh, ja fshin gjunafet atij. Dhe një njeri i ditur e ka cilësuar çështjen e pendimit me dy fjalë të thjeshta. Pendimi është fshirje. Është fshirje, sepse kur ti bën një gjuna dhe i pendohesh Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhelalu është pranuesi i të gjitha pendimeve. Dhe ti fal gjunafe. Prandaj o vëllezër, të gjithë prej nesh neve jemi njerëz me gjunafe. Të gjithë prej nesh bëjmë gjunafe ndoshta nga më të ndryshme, të mos themi gjunaje të mëdha, se Allahu na ka ruajtur prej tyre subhanallahu dhe elhamdulillah që na ka ruajtur nga gjunafet e mëdha. Por çdo kush prej nesh ekspozon gjunaje të vogla.
Dhe kjo nuk do të thotë që neve të mbajmë mëri njëri tjetrit, subhanallahu. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka bërë pendimin që robi bën gjuna, ai pendohet. Nga gjëra madhështore tjetër është çështja e namazit të vëllezër. Prandaj duhet të kapemi fort për namazin, sepse dhe fjala e fundit e profetit alayhi salatu wasalam ishte namazi. Kujdesuni për namazin, mos e lini namazin, se nëse do të lihet namazi, do të lihet e gjithë feja. Dhe profeti alayhi salatu wasalam e ka përkufizuar me dy fjalë të thjeshta dhe të kuptueshme çështjen e namazit të vëllezër. Gjë e cila kuptohet nga të gjitha shtresat, kur ju ka thënë shokëve të ty sallallahu alaihi wasallam, nëse përpara derës së shtëpisë tuaj do të kalonte një lumë dhe ju do të pastroheshit 5 herë në ditë në det, a do t'ju mbeteshe ndonjë gjuna, ndonjë papastërti në trup? Dhe shokët ju thanë një zëri, jo i dërguari i Allahut. E njëjtë gjë ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, është edhe me namazin. Kush i fal 5 kohët e namazit, nuk i mbetet ndonjë gjuna pa e pastruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj o vëllezër vallahi, të mos e lëm namazin, 5 kohët e namazit. Të vim ta falim atë rregullisht, të kërkojmë Allahut falje për veten tonë, për familjen tona, për vëllezërit tanë, për të afërmit tanë, për shokët edhe për miqtë. O vëllezër të nderuar, dhe së fundmi një njoftim, këtë të diele ndryshohet ora. Dhe ora kalon një orë para. Dhe dita e Xhumas, javës tjetër do të jetë në orën 1. Nëse sot filluam në orën 12, dita e Xhumas, javës tjetër do të jetë në 1, sepse ora kalon një orë para, dhe kjo me qëllim që neve të mos i ngatrojmë. Dhe orët gjithashtu shtryen nga një orë. Nëse ikindia ka qenë në 3:25 minuta, do të bëhet në 4:25 minuta. Nëse akşami ka qenë në orën 6, në 6 do të bëhet në 7. Dhe yatsia ka qenë në orën 7:20, do të bëhet në 8:20. Domethënë kur do të kushtojmë një orë. Së fundmi o vëllezër, elusim Allah subhanahu wa taala të na ruaj nga këto cilësi të këqija, të na ruaj nga xhëfytyrësia dhe nga veprat e këqija o vëllezër. Elusim Allah të na shtojë besimin tonë, të na bëjë të dashur në zemrat tona veprat e mira dhe të punojmë me to, dhe të na bëjë të urryera dhe të na largojë nga veprat e këqija o vëllezër. Elusim Allah subhanahu wa taala të na ruaj nga kurthet e shejtanit të mallkuar. Elusim Allah subhanahu wa taala të na bashkojë zemrat tona o vëllezër. Dhe elusim Allah të na bëjë nga banor të xhenetit. Amin. I kërkoj Allahu falje për mua dhe ju. Thot Allah subhanahu wa taala në ajetin kuranor: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Na udhëron të jemi të drejtë me veten tonë, me familjen dhe me gjithçka që na rrethon. Na udhëron Allahu vëllezër të jemi bamirësa, të sillemi mirë me të gjitha krijesat e Allahut në përgjithësi dhe në veçanti, të sillemi mirë dhe të bëjmë mirë prindërve tanë, në të cilën e kemi detyrë për Allahut. Na udhëron Allahu vëllezër të ruajmë lidhjet farefisnore. Na udhëron Allahu subhanahu wa taala të bëjmë vepra të mira, ta ndalojmë veten tonë nga bërja e veprave të këqija dhe të irrituara. Na përkujton Allahu subhanahu wa taala që të bëhemi prej të përkujtuarve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.